Përshëndetje për të gjithë që më ndëgjoni dhe më shikoni, të nderuar miq kudo që jeni, paqja e Zotit qoftë mbi ju. Dëshiroj të ndaj me ju sot një rrëfim të cilin para ca kohe një mik imi ma kishte pas rrëfyer. Mu kujtua derisa isha duke lexuar një artikull se kujt i takon Islami. Dhe miku i cili më rrëfeu ngjarjen kishte ndodhur në vendlinjet tona, në një event, në një organizim aheng familjar, me rast, nuk më kujtohet sakt, por më duket rast sinetie, dhe sikurse që ne e kemi tradit, zakon, dhe në kësi raste nuk i thirim vetëm familjarët e ngushtë, por pikës pari e thirim edhe hoxhën e mahallës apo të lagjes, ose hoxhën e katundit nëse jemi nga ndonjë katund, e nëse jemi nga qyteti, pra normalisht hoxhën të cilin e kemi imam në xhamin e lagjes. Kjo është normale. Por ka raste kur hoxha shpreh dëshirë që të merr edhe ndonjë mik të vetin, ndonjë shok të vetin që gjithashtu është hoxh apo imam, dhe si zakonisht, në përgjithësi, asnjë nga familjarët, nga të zotët e shtëpisë, nuk është kundër kësaj dëshire. Pra, është normale që hoxha të ketë shoqërues 2 apo 3 të njëjtë, pra hoxhallar me vetë. Kështu kishte ndodhur edhe në këtë event familjar, dhe pas shtuarjes së darkës, pas mbarimit të darkës, në një dhomë të madhe ku ishin mbledhur burrat, mysafir, aty kishte filluar një debat, dhe në debat e sipër, në atë muhabetin e sipër, në atë mixhlis, që kishin prezantuar edhe 3-4 hoxhallar, sipas mikut i cili më rrëfeu ngjarjen në fjalë, debati merr një kahje saqë fillon të parashtrohet pyetja në mexhlis, brenda atij kuvendi, se i kujt është Islami. Njëri nga hoxhallarët, pas ka thonë se, po e citoj mikun, se po të mos jemi ne hoxhallarët, Islami merr fund. Dhe Islami pikës pari na takon neve, sepse ne jemi ata të cilët e sqarojmë ata. Pra, me fjalë tjera, hoxha ka dash të thotë, na jemi hoxhallarët, hoxhallarët jemi ne ata, të cilët spjegojmë, sqarojmë, flasim, e kështu me radhë ligjerojmë Islam. Unë duke biseduar me mikun, sikur e ndjeva për nevojë, për përgjegjësi personale, që pas bisedës me të, pra ta bëj edhe një video, sepse mendoj se ndoshta nuk janë të rrallë njerëzit nga popullata jonë, që në debatet të tilla disi frigohen nga hoxhallarët, turprohen nga hoxhallarët, dhe nuk e marrin guximin që të hyjnë në debat edhe t'i tregojnë hoxhës efendi se nuk është ashtu. Por miku më rrëfeu më pastaj dhe më tha edhe një gjë. Më tha se jam habitur, kam mbet pa mend, se si 3 kolegët tjerë hoxhallar nuk i kundërshtuan atij. Unë e di pse ata nuk kanë kundërshtuar, sepse hoxhallarët e kanë një maksim të tyre se nuk duhen të prishen me njëri tjetrin, përveç se të kenë ndonjë konflikt interesit madh. Po. Mirë. I kujt është Islami be ju vëllezër dhe motra të nderuara? Islami
nuk është i askujt. Islami është i gjithkujt. Islami nuk është imi. Islami nuk është i yti. Ose, thonë ndryshe, Islami nuk është vetëm i imi. Nuk është vetëm i yti. Islami e i gjithë besimtarve në gjithë globin të quajtur tokë. Ose në gjithë globin toksor, gjithandej. Po kush është ai i cili mund të flasë për Islam? Është ai, është ajo i cili e cila beson në Zotin një, të vetëm, krijuesin e gjithësisë. Dhe e beson Muhammedin për të dërguar të Allahut. Kjo është elementi i parë. Për çka të thirret në musliman. Në qoftë se këtë e ka dëshmuar me zemër dhe me gojë, natyrisht, por me zemër, me bindje, dhe në qoftë se i respekton edhe 5 shtyllat tjera të Islamit që pasojnë, atëherë nuk ka dilemë këtu, se ai është musliman dhe Islami i takon edhe atij. Më pastaj, në qoftë se personi në fjalë, ose njerëzit, i besojnë edhe themelet, bazat, fundamentin e Islamit, e që janë 6, e që Allahu neve në Kur'an në thot, qal ose kul, amantu billahi, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yawmil akhiri, wa bil qadrihi, khayrihi, wa sharrihi, min Allahi Teala. Pra, besimi në një Zot, besimi në Zot, besimi në Allahun, e plot fuqishëm, e lartësuar, në krijuesin e universit, besimi në Zotin një, besimi në engjujt e tij, në melaike, besimi në librat e Zotit, besimi në të dërguarit e Allahut, në të gjithë, pa përjashtim, besimi në ditën e ringjalljes, në ditën e gjykimit, në ditën që të gjithë do të ringjallemi dhe do të dalim para Allahut për të dhënë llogari për atë për të cilën e kemi vepruar këtu në këtë dynja, në këtë tokë. Dhe çka e fundit? Për të besuar në kaderin, në përcaktimin e Allahut. Kush i bën këta? Kush i beson këta? Është musliman dhe Islami i takon edhe atij. Pra, Islami nuk është pronë private, as e imja, as e yqja, as e atij grupi, as e këtij grupi, as e këtij medhebi, as e atij medhebi, as e kësaj sekte, as e asaj sekte, sepse janë me qindra sekte në Islam. Në mesin e muslimanëve, me qindra. O Allah. Por unë nuk e kam temën tani të flas për medhebet. Inshallah e bojnë ndonjë video tjetër për këtë temë. Pra, i kujt është Islami? Islami është i gjithë neve, i gjithë njerëzve, i çdo kujt. Nuk është Islami i askujt. Bile, nëse dikush don ta kuptoj në thelb, në esencë, Islami bre nuk është as i Muhamedit, as i Ibrahimit, as i Isaut, as i Musaut. Islami është i gjithëve. Islami është i besimtarëve. Është pronë e krejt besimtarëve, nëse mund quhet. Por nuk është pronë Islami. Islami është bindje,
Islami është mënyrë jetese, të cilën Zoti e zgjodhi më të pastërtën që ta pasojnë njerëzit. Dhe kënd e urdhëroi dhe kujt ja bëri amanet këtë Islam, duke ja shpallur librin e tij të fundit, Kuranin fisnik. Dhe këtë amanet Allahu i dha Muhammedit alayhi salatu wassalam, profetit të dërguarit të fundit të Allahut. Dhe të gjithë ata të cilët e besojnë Kur'anin për fjalë të Allahut, dhe të gjithë ata të cilët e besojnë Muhammedin për të dërguar të Allahut, të gjithë ata janë pronar të Islamit. Jo ki hoq, ai hoq, ki grup, ai grup. Ata në Arabi, ne jo këtu në Evropë. Kështu dhe e kuptojmë fenë. O njerëz, njihuni me Islamin. Mësoni për Islamin. Mësoni për gjërat elementare në Islam, për gjërat fundamentale, dhe mos lejoni që njerëz të cilët në emër ose të veshur me petkun që në dukje është Islam, të ja umbushin mendjen se ata kanë të drejtë. Ata nuk kanë të drejtë. Por kur do të jesh ti i përgatitur, do t'i thuash atij stop. Se nuk është kështu. E argumenti është ky, di pika, edhe ja numëron këta që i thash. Sepse jo të gjithë, por unë kam rastis, unë personalisht, disa herë, dhe ma është dasht edhe të jem pak edhe i padëshirueshëm kur kam intervenuar, dhe po ju tregoj se në çfarë rastesh. Ka raste kur në për miqlise, në për kuvendime, në për tubime, ku mblidhen njerëz dhe diskutojnë, dhe në mesin e tyre ka edhe hoxhallar apo hoxhanica, po në këtë rast hoxhallar. Dhe kanë si zakon ata, e humbin kompasin shumë shpejt, e humbin busollën, edhe i drejtohet dikujt që është prezent, që është i pranishëm, dhe i thot me një vokabular, me një fjalor anti-njerëzor, antikulturor, pa as pak moral dhe etik. Shiko, ti nuk je hoq dhe nuk ke të drejtë të flasësh për Islam. Ore hoxha efendi i pa kultur, ti e tregon vetë vetën në përmjet këti intervenimi dhe kësaj shprehje se ti diko ka lidhje nuk i ke me Islamin. Pyetja e parë, prej ka e din ti se personi që i drejtohesh nuk ka dije në Islam? Prej ka e di ti se personi që i drejtohesh se nuk është i përgatitur dhe nuk është kompetent për të folë në emën të Islamit, në emën të Kuranit, në emën të profetit? Apse nuk duket si hoq. Ai ka mundësi të jetë një intelektual shumë i madh, një akademik, një njeri i studiueshëm, një njeri i lexueshëm, një njeri i përgatitur, që mund të jetë intelektual i një lamie, i një fushë tjetër, jashtë asaj islamo-teologjike, por që njeriu është i përgatitur dhe ka mundësi, dhe nuk ka ndodhur rrallë kjo. Shumë shpesh ka ndodhur që të pranishëm të ketë intelektual që janë të lamive të shkencave shoqërore, të shkencave natyrore, që janë edhe hafizat të Kuranit. E që shumë hoxhallar nuk i din përveç se 100 ajete Kurani përmendsh. Po.
Jam falë me vite pas hoxhe i cili i ka recituar në gjdo namaz, gjithë një të njëjtat ajete. Me vite. Disa. 30, 35. Qëti, nuk i kam numëruar. Po aqë. Po këto nuk bëhet fjalë se nuk di ai më shumë sure për menç, nuk e di Kuranin për menç, nuk di shumë ajete për menç. Jo, kjo nuk është element i rëndësishëm për ta treguar kualitetin e një hoxhe. Jo, nuk e kam aty. Absolutisht. Por, ti thuash dikujt që është i pranishëm, se ti nuk di, se ti nuk je hoxh, ti do të kesh kujdes. Ajo me të cilën dikushi e dokumenton, e vërteton, a është i ditun apo jo i ditun, a është analfabet apo është intelektual, a e dikush është mënyra se si ai i argumenton, i interpreton, i analizon dhe në fund çka i shpjegon para mas. Dhe nëse gjitha këto kanë bazë dhe argument në Kur'an dhe në thonjët profetike, ku qëndron problemi Hoxha Efendi, që ti thuash pastaj dikujt se ti nuk je hoxh. E se ti se je hoxh, kush je? Edhe ti Hoxha Efendi, edhe ju Hoxha Nica, edhe ju Hoxhalar, nuk dalloni bre prej besimtarëve tjerë, edhe ju do të thirreni në përgjegjësi para Allahut. Edhe ju do të jepni llogari dhënje në ditën e gjykimit. Të gjithë ne, të gjithë ju, të gjithë ata, të gjithë besimtarët e të gjithë jo besimtarët. Muhamedi alayhis salatu wassalam me një vend thot, kur flet për pasuri, ju thot shokëve të tij, a doni t'ju tregoj për një njeri i cili në ditën e gjykimit do të qëndroj shumë gjatë para Allahut. I thonë, natyrisht, o i dërguari i Allahut. Thot, a e dini kush është? Thot, është Sulejmani, i biri i Davudit. I thonë, pse ja Resulullah? Mu Sulejmani, bash Sulejmani, i biri i Davudit, profeti Allahut, e thot Sulejmani, sepse Sulejmani ka poseduar të nderuar shumë pasuri. Shumë. Në Kur'an e kemi një ajet Kur'ani ku Sulejmani alayhi salatu wassalam i lutet Allahut duke i thënë: o Zot, më jep mua, më dhuro mua aq shumë pushtet, aq shumë pasuri, aq shumë gjëra që askush pas meje të mos i ketë. Interesant apo? Dhe Allahu çka? I plotson dëshirën Sulejmanit. Sulejmani i ka nënshtruar edhe djajt, shejtanët. Shejtanët janë fundosur, kanë hyrë, janë zhytur në det dhe i kanë nxjerr xhevahirët, perlat për Sulejmanin. Kanë punu për ata. Gjinët kanë punu për Sulejmanin. I ka urdhëruar që të punojnë. Pra, kur Sulejmani alayhis salatu wassalam do t'ja llogari para Allahut, atëherë ti thjesht hoxh, dhe ti thjesht besimtar i zakonshëm. Çka mendon? Kjo është arrogancë. Kjo është mendje madhësi. Dhe përderisa thua para xhamatit se Allahu nuk pajtohet me ata që janë kokë lartë, që janë arrogant, që kanë çalam,
që ecin në tokë dhe mban kokën lartë, atëherë pikë pari ti mos e mba kokën lartë, që të jesh shembull për të mirë, që në një mexhlis ku janë të pranishëm lloj-lloj njerëzish, lloj-lloj kategorish, lloj-lloj karakteresh me maturi, matjau ju pulsin pikë pari. Kush? Si tikën, tak, tik, tak, si ajo ora, si sahati. E pastaj, i thue. Ka përfundoj. Islami nuk është as imi, as yti. Islami është i gjithë neve. Dhe Islami ju takon të gjithëve. Andaj, me pa hamendje, pa hezitim, pa frikë, qenë të ke përbalë, në qoftë se e di, dhe në qoftë se ke bazë të shëndosh, për të kundër përgjigjur, kur diçka shkon në kahje të shtrembët, i nderuar vëlla, e nderuar motër në Islam, qohu, ngre zërin, ndërpreje të keqen, lufto kundër të keqes, ndaloje atë. Pejgamberi Allahut alayhi salatu vesselam ka thonë: ju jeni të urdhëruar për ta urdhëruar të mirën dhe ta ndaloni të keqen. Nëse e vëreni një të keqe, provoni që atë ta largoni me dorë. Në qoftë se nuk mundeni, provoni ta largoni me gojë. Në qoftë se edhe këtë nuk mundeni, provoni ta largoni me zemër. Ju përshëndes, ju dëshiroj gjithat mirat, dëshiroj që ne të gjithë, si besimtar, t'i lutemi Zotit të na jep mundësi të na largoj dembelin, që të marrim pak kohë dhe çdo ditë të lexojmë diçka mbi fen tonë, që për gjërat e rëndësishme, elementare, fundamentale, të jemi të përgatitur që mos të lejojmë askush që e kemi përballë ose që na prin që të na shes mend edhe atëherë kur nuk ka të drejtë. Esselamu alaikum, desha me ju të ndaj këtë video, në qoftë se kam bërë ndonjë lëshim, kërkoj falje, në qoftë se kam gabuar dikundi, më ka ndodhur ndoshta pa vetdije, kërkoj gjithashtu ndjes, kërkoj falje, sepse perfekt është vetëm Allahu i madhnueshëm, ne jemi krijesa, jemi njerëz. Allahu thot në Kur'an, nuk ju kam dhënë vetëm se pak dije. Kjo është ajet Kur'ani në surën El Isra, mund të lexoni edhe vetë. Prandaj, asnjëri nga ne, kush e di sa të mundohemi, asnjëherë nuk do që dalim, nuk do që arrijmë që t'i dim të gjitha, por duhet të mundohemi që gjithni të përgatitemi, të studiojmë, të lexojmë, që të dim diçka. E duke mësuar, duke studiuar, gjithnjë e shohim dhe e konstatojmë se me të vërtet nuk dim asgjë. Assalamu alaikum.